Të shtunën në mbrëmje sheshi i Tetovës u shndruan në një vend ku dominuan automjetet e vjetra apo siç njihen ndryshe oldtimerat, një festival që joshi shumë adhurues të makinave të tilla që i kanë rezistuar kohës dhe që ruhen me xhelozi nga pronarët. Oldtimer Fest organizua në kuadër të manifestimit Tetovan Fest dhe ishte një ngjarje e veçantë kushtuar dashamirëve të automjeteve klasike dhe historisë së automobilizmit. Retro Klub Tetova është një manifestim që tani më është tradicional në komunën e Tetovës, është viti i tretë me radhë që organizohet në komunën tonë. Këtu kemi shumë mysafir nga gjithë Ballkani, të cilët kanë ardhur të prezantojnë veturat e tyre të vjetra, me të cilën janë duke zbukuruar qytetin tonë dhe japin një gjallëri qytetit tonë, dhe me këtë të tregojmë se Tetova është qytet i gjitha sporteve, duke përfshirë nga veturat dhe gjitha aktivitetet tjera të cilët i kemi realizuar deri më sot. Në kësi revi dhe ekspozimit automjeteve të vjetra, gjithmonë në shprehje vjen ajo thënia, nëse më i vjetër është automjeti apo pronari i tij. Por klube që merren me këtë veprimtari thonë se pasioni dhe vlera që kanë këto vetura nuk kanë çmim. Shumë vetura kemi klasike sot që i kemi gostisur nga tërë Ballkani dhe ftesës tonë të gjithë i kanë dhënë përgjigje. Veturat kemi afër mbi 60 vetura dhe marrin pjesë prej tanë shteteve të Ballkanit. Për Tetovë është hera e tretë që vi, marrin pjesë, jo me këtë bëmben. Në Tetovë sa herë vim ka mikpritje. Ndoshta edhe është ndër klubet e para që na presin me lule, për shkak me na respektu gjinin femrore. Gjithmonë është kënaqësi, po ashtu edhe këta sa herë i ftojmë ne si në qytetet tona, vjen oldtimer klubi i Tetovës, vijnë, marrin pjesë. Ja kemi orë që janë me veturën Mercedes, Mercedes Ponton, i vitit 1958 është. Dhe i ka të gjitha original, edhe është në gjendje shumë mirë. Edhe me këto shkojmë marrim pjesë gjithku në këto evenimente. Po, shtrohet pyetja se sa është e vështirë mirëmbajtja e këtyre automjeteve të vjetra. Po, pak e vështirë se për pjesët është pakës problematike me të gjithë, se duhet porositën shembull pi jashtë. Edhe rënd është kushton kohë edhe nerva. Që sa vjetë të keni ju? Unë këtë kam për momentin që diti vjetë është, po merrem me këto pen vitin 88 me Renault 4. Ndryshe është viti i tretë me radhë që organizohet një event i këtillë në Tetovë nga Retro Klub Tetova, këtë vit në kuadër të verës tetovare, kurse vetë paraqitja e këtyre automjeteve në sheshin e Tetovës ishte një sihariq për adhuruesit e automobilizmit dhe jo vetëm.